simas kontekstit ligjor, ndërkombëtar dhe perëndimor, respektimi i procedurave, ligjeve, edhe përkujdesi për një farë lloji të korrektësisë strategjike me partner, aleat dhe organizata tjera ndërkombëtare është më i rëndësishëm se sa pranimi i një fakti në terren. E ajo është që mbi popullatën shqiptare është prodhuar një agresion vrastar. Edhe ushtria shtirimtare e Kosovës del si një reakcion i një dhune sistematike e cila sidomos viteve të 90-ta shkon duke kulmu. Edhe në fund e arrin një nivel të papërballueshmërisë, të një izolimi total shoqnor, politik, njerëzor, edhe ushtria shtirimtare e Kosovës del si shpërthim ndaj dhunës sistematike. Mirë po, shikuar prej këndvështrimit të ngushtë të koncept ose definicionit të së drejtës ndërkombëtare. Ushtria shtirimtare e Kosovës shihet si palë ndërluftuese. Për shembull, sot njëri prej këtyre prokurorëve, fjalimet e cilit i përjetojsha si poshtnime personale. Thot kështu, thot zoti Recep Selimi, thot, përveç që është marrë me furnizim të armatimit, thot ka vendosë edhe mi sulmu një stacion të policisë. Vitin 97. Në luftë, ma dhja. Vitin 97, merret i me mend. Një gjykatës i cili pretendon ta përfaqëson Republikën e Kosovës. Në një gjykatë që pretendon të jetë gjykatë e këtij vendi, e thot një fjali të tillë, edhe që thojmë na duke haruar se alianca më e madhe ushtarake ndonjëherë në botë ka intervenuar dhe ka sulmuar jo vetëm një stacion policie, po i ka bërë rafsh me tokë shumë prej tyre. Edhe në fund ti e sheh që po që se vazhdohet që kjo logjik, e unë shumë shpresoj që nuk do të vazhdohet edhe pse kom frikë që mundet. Na do të vim situatë kur barazimi janë, barazimi i përgjegjësisë tonë me përgjegjësinë e agresorit, do ta destabilizon politikisht vendin tonë. Nëse vendimi, ose nëse pretendimet e prokurorisë edhe pjesërisht merren parasysh, dënimi i ushtrisë shtirimtare të Kosovës është destabilizim politik i Republikës Kosovës. Duke pa reagimet e qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës deri më tash, mund të dhe ketë dyshime se si do të reagohet në Kosovë. Unë po mendoj që për ata që shohin pak më larg, jo për ata që e shohin të nesërmen ose e përjetojnë të nesërmen si ditë e mërkure, po kanë sa do pak kapacitet abstrakt me mendu që e nesërmja është pak më larg. Nëse sot dënohet ushtria shtirimtare e Kosovës, jo veç shtetësia e këtij vendi, po stabiliteti politik i këtij vendi për periudhën që vjen, do të jetë në rrezik edhe do të fillon të shkërmoqet. Me qenë se krejt që kjo dinamikë të merësisht negative që jo ka prodhohet në gjykatën speciale do të bartet brenda shoqënisë tonë. Shti për nevojat diskutimit dhe një nga deklarata që i dëgjuam sot, edhe nga kryeprokurori Kimberly West, por edhe nga prokurori pastaj që u përsëritën, se sa e kanë kuptuar ata që kanë qenë si përfaqësues ndërkombëtar në rolet ndryshme në Kosovë, atë çfarë po ndodh në Kosovë. Është video numër 2, regjia. Këto krime janë kryer dhe se të akuzuarit mbajnë përgjegjësi ligjore për to. Gjykata gjithashtu ka dëgjuar dëshmi drejt për së drejtë nga disa dëshmitarë të mbrojtjes, nga 7 dëshmitarë të mbrojtjes, të gjithë ndërkombëtar, të cilët ishin të përfshirë në përpjekje për të sjellë paqe dhe administrim të Kosovës dhe që duhet të përgëzohen për përpjekjet e tyre.
por ndërkohë që përfshirja e tyre në këtë çështje dhe konstatimet e kufizuara të tyre kanë vlerë për këtë gjykatë, puna e kësaj gjykate është tërësisht e ndryshme. Për pjesën ndërmuese, 7 dëshmitarët ndërkombëtar janë hetur në një situatë me pak informacion lidhur me aktorët kryesor të përfshirë, nuk e kanë folur gjuhën atë kohë, kanë ndërvepruar ballë për ballë me aktorët kryesor vetëm për pak herë, dhe thuajse nuk kanë parë asnjëherë rregullore urtat dhe komunikatat e UÇK-s dhe nuk ishin fare të njohur me strukturën e UÇK-s. Sa harrojmë këtu, ka qenë në pyetje Wesley Clark, James Rubin, Bernard Kouchner, e plot të tjerë, pra Gjokovi, që kanë shërbyer në Kosovë ose kanë qenë ndërlidhur me atë që kanë ndodhur në Kosovë. Pra, si shoqëruar nga një logjistikë e arzakonshme. Po, dhe madje po thuhet se kanë kuptuar se kanë kuptuar gjuhën. Kemi qenë edhe në Adriatik. Po, Janë inspiteje, meje. Pa, kemi përkthyr nga njerë. pa. Kështu që kur se kanë kuptuar gjuhën. Është fatkeqe që kjo kapaciteti e drejta e dekontekstualizimit që e përbën qatë parimin fatkeq të drejtësisë, i sjell një plejat të kalamajve të këtill, me na riinterpretu neve historinë cilën ne kemi përjetu. Kalamaj po i quan prokurorët? Saktësisht. Pra, kalamaj... Thellësisht naive të thuhet, Kalamaj- kanë ditur se çka po ndodh se kanë ditur gjuhën. Kalamaj profesional, do të thotë, me qenë se kur ti e kontestën kapacitetin e një administrate ashtë madhe, çfarë ka qenë administrata e Shteteve të Bashkuara të asaj kohe, angazhimin e saj në Ballkanin, sidomos në Kosovë, edhe sasin e ndërveprimit, e interaksionit, informacioneve që i kanë pas në teren, përfshirë dhe shumë njerëz këtij vendi që janë marrë pafundësisht me prodhimin e një konteksti faktual për me arsyetu çfarëdo veprimi politik që ndërmerret karshi Kosovës. Mos mi marr këto parasysh, edhe 26 vjet më vonë me na mbajt ders nëse ajo armat njerëzish ka qenë jo krejtësisht mirë e informume, për mu është jo vetëm shpërfaqje e një amatorizmi profesional, për mbi të gjitha është një poshtnim sistematik i një periudhe edhe natyrisht edhe i një generatet njerëzve të cilëve edhe unë i takoj. Do ta hapim pak se i kemi edhe kohë me kufizuar për këtë pjesë debatit, pra nisur edhe nga vetë standardi i kryeprokurorës. Në qoftë se ti duhesh ta njohësh gjuhën e një populli, për ta ditur se çka po ndodh, si e kuptoi kryeprokuroria, si kuptoi diçka krejt tjetër, nga ajo që kanë kuptuar Rubin dhe të tjerët, pa ditur edhe kjo gjuhën shqipe. Si mund të jenë naivitet i tillë, shpërfaqet në një nivel kaq lartë të një gjykimi që ka zgjatur, arrestimi dhe një gjykimi që ka zgjatur me vjet, si argument për fjalën përfundimtare ku kërkohet 45 vjet burgim. Që nëse më lejohet po flas me gjuhën e kryeprokurorës. Po i përgjigjem me të njëjtën monedhë, me thonë ashtu. Qysh ka mundësi që kjo kryeprokurore e kupton, apo sa e kupton kontekstin e asaj që ka ndodhur në Kosovë, qysh i njeh, sa i njeh dhe si din me interpretu ligjet, sepse këto nuk janë ligjet të vendit prej ku ajo vjen. Nuk janë ligje të përgjithshme, nuk është e drejtë ndërkombëtare, po është e drejtë penale, është e drejtë ndërkombëtare penale, nëse mund me kanë diçka penale. Dhe ligjet kanë diçka nga vendi. Ligjet kanë diçka nga edhe e drejta zakonore, kanë diçka edhe nga ajo që popullata të cilën e administron ligji i saktuar. Prandaj, po aq sa ata mund mos e kenë kuptu, ja 10 fish, do me thonë ata dëshmitar, po aq sa ata s'kan mujt me kuptu gjuhën shqipe, që shumë e thjesht me një përkthys kuptohet,